Mbështetjet nderuar demokrat njësisë numër 5. Ramaik. Faleminderit për këtë pritje të zjarrt, faleminderit për këtë aktivitet mrekullueshëm të organizuar nga njësia numër 5 Partia Demokratike. Faleminderit kryetar zoti Fatmir Myrta, sekretarja gjithë Kryesia e Partisë Demokratike. Faleminderit 3 kandidatëve të mrekullueshëm që ka kjo njësi, duke nisur nga zonja Erisa Bajaziti, zoti Akil Kraja, zonja Ilda Zhulali. Pa diskutim, qershia mbitor të profesor doktor Sali Berisha. Faleminderit për këtë pritje të zjarrt. Ky është Ky në fakt është një mesazh i qartë për Partinë Socialiste, për Edi Ramën dhe për të gjithë banorët e njësisë numër 5. Të kësaj njësie që Edi Rama dhe Erion Veliaj për vite me radhë e kanë miel nga votat dhe e kanë lënë të fundit për nga vëmendja. Të kësaj njësie që nuk ka nevojë për të thënë ndonjë gjë të madhe, mjafton të kujtoni se çfarë ka ndodhur me rubinetat tuaj para 3 apo 4 ditësh, që ujin e kishit kap. Jemi në zemër Tiranës, në zemër të kryeqytetit, dhe nuk lashin dot banorët, nuk pinin dot ujë, nuk hapnin dot çezmat sepse uji ishte i pakonsumueshëm. Mjafton shihni çfarë po ndodh me vetëm lulishe, me vetëm kënd sportiv që keni, afër stadiumit Dinamo, ke aneksi aty, ku dhe aty projekti i Edi Ramës është për të shkatruar gjithçka së bashku me banesat e vjetra, 50 vjeçare e tjerë, dhe për ndërtuar kulla. Mjafton të shihni çfarë ndodh në këtë njësi me çmimet që janë më të shtrenjtat në Tiranë. Zbashku me kandidatët e kësaj zone kemi qenë në disa ecje në zonë, ku kemi takuar bizneset vogla, markete, tregun ushqimor etj, ku pikëpari ankohen të gjithë tregtarët, po mbi të gjitha ankohen të gjithë banorët, sepse nuk përballojnë dot çmimet. Çmimet janë stratosferë në këtë zonë, që në fakt do duhet të glonte nga mirëqenia. Por që në fakt edhe kjo zonë, në pjesë së saj, po preket nga shpopullimi. Po preket sepse çfarë ndodh, edhe me pensionistët, edhe me qytetarët e thjeshtë. Këtë javë jemi asur edhe me një diçka që e kemi harruar shpeshherë me një aferë të jashtëzakonshme, që është ajo e check-upit, ku oligark, klient, qeverisë dhe Edi Ramës, si Vilma Nushi, secilit prej jush me check-upin e famshëm, secilit prej qytetarëve shqiptar i marrin 18 euro për setën e vizitave. Dhe çfarë ndodh? 7 euro ja japin privatit, 11 euro i fusin në xhep dhe me ato para këtu prap në këtë njësi ndërtohen gradaçela dhe kulla ku pastrohen parat në emër të Malavitës. Ky është modeli që ka ofruar Edi Rama për Tiranën dhe për Shqipërinë këto vite. Nga ana tjetër, unë e kam me krenari të jashtëzakonshme që sot ke mundësinë të jap fjalën 3 kandidaturave të shkëlqyera të Partisë Demokratike në degën 5 dhe në qarkun Tiranë. 2 zonjave të nderuara që pa diskutim janë modelin ndryshe i femrës në karrierë, i zonjave në karrierë, i profesionistëve në karrierë që ofron Partia Demokratike, dhe një bashkëmoshatar i tim, një djalë i shkëlqyer si Akili, edhe zonjës Ilda Zhulali dhe zonjës Bajaziti. Ky është modeli që promovon sot Partia Demokratike. Pa humbur kohë, ju të gjithë keni ardhur pa diskutim për dëgjuar folësit, po mbi të gjitha keni ardhur për dëgjuar doktor Berishën. Ne do të kemi mundësinë. Mos kini siklet nga entuziazmi, Berisha, po. Bazuar edhe në renditjen e në votimit, edhe sipas rendit alfabetik, unë do kisha kënaqësinë që fjalën t'ia japim fillimisht shkurtimisht për përshëndetjen e tyre të 3 kandidatëve, duke nisur nga zonja Bajaziti, më pas zoti Kraja dhe më pas zonja Zhulali, dhe më pas në fund qershia mbitor doktor Berisha. Faleminderit edhe një herë për këtë pritje. Faleminderit, zonja Bajaziti. Përshëndetje të gjithëve, emri im është Erisa Bajaziti, është një emocion i jashtëzakonshëm të jesh në këtë sallë.
është jo vetëm një rikthimi imi, pasi jetoj mbi 20 vite në Belgjik, por unë kthehem në zemër të kryeqytetit, në një prej lagjeve më të gjalla të qytetit të Tiranës, dhe jo shumë larg prej këtush është shkolla Petronini Luarasi, ku unë kam kryer disa mbi 3 vite të gjimnazit në këtë shkollë. Kam shumë kujtime nga ky qytet, kështu që jam shumë e lumtur që rikthehem në një sallë plot kështu siç jeni ju sot. Nuk dua t'ju mërzis me fjalimet të gjata, por ndoshta mund t'ju kthej një prej përgjigjeve që më bëjnë shpesh njerëzit që i takoj, pse kam ardhur në Shqipëri. Mendoj që plaga më e madhe sot është ata dhe bija nënash, prindrish që janë larguar nga Shqipëria. Dhe ti nuk mund t'i zgjidhësh problemet me 1, 2, 3 veprime. Duhen shumë veta, duhem unë, duheni ju, duhen dhe shumë të tjerë. Por për t'i rikthyer këta njerëz, këta të rinj në vendin tonë, fillimisht duhet të japësh shembullin personal dhe pastaj të fillosh dhe t'i kërkosh njerëzve të tjerë, t'i bindësh dhe ata të rikthehen në folen e tyre, sepse unë ndjej që foleja jonë është duke u shkatruar. Bijtë e nënave duhet të ndërtojnë të ardhmen në Shqipëri, dhe kjo është ëndra ime më e madhe, dhe kjo është arsyeja pse unë jam këtu. Dhe nëse do të frymëzoja qoftë edhe një person vetëm që të ndërtonte të ardhmen e vet në Shqipëri, atëherë do ta quaja misionin tim deri diku të arritur. Por për këtë kemi nevojë për njëri tjetrin. Tavolinat e prindërve tanë nuk duhet janë bosh. Kur prindët tanë shkojnë në spitale nuk duhet janë vetëm. Ata duhet janë të shoqëruar nga prindërit dhe duhet të ndihen të sigurt. Kështu që ne kemi detyrën dhe duhet marrim përgjegjësinë tonë, ashtu siç prindërit tanë morën përgjegjësinë për ne, të marrim ne sot përgjegjësinë për ata, dhe këtë mund ta arrijmë bashk. Kjo është një që unë mendoj është një emergjencë kombëtare, një problem që ne duhet t'i japim sa më shpejt zgjidhje. E dyta është arsimi. Mendoj që arsimi është një nga themelet e shoqërisë. Me anë të arsimit, ne mund të ndërtojmë një ekonomi të fortë, ne mund të ndërtojmë një shoqëri të ndërgjegjshme, një shoqëri që kërkon llogari, një shoqëri që nuk shkon qorrazi, sepse ashtu i kërkohet. Dhe e treta, më e rëndësishmja, është vota. Kam dëgjuar së fundmi që kryeministri shqiptar i ka kërkuar shqiptarëve dhe kërkon t'i demotivojë ata të mos shkojnë të votojnë. Kjo nuk mund të ndodhë në një demokraci. Vota është themeli i demokracisë. Vota është fuqia juaj. Vota është mënyra që ju mund të kërkoni llogari për ata që ju qeverisin, për ata që kanë fatin tuaj në dorë. Ndaj ju lutem, përdoreni votën tuaj dhe unë dua t'ju motivoj që ditën e votimit të shkoni sa më shumë të votoni, sepse kështu ju shpajshni vullnetin tuaj, por mbi të gjitha mos harroni, ju i jepni pesh votës tuaj. Dhe këtë fitore ne mund të arrijmë të gjithë bashkë. Ju falenderoj shumë dhe shpresoj vetëm në fitore. Nderuar Dr. Berisha, nderuar kryetar, Beta. Në takimin e fundit ju e mbani mend, u emocionova, nuk e di a ishit aty gjithë apo jo. Po emocionova sepse kjo është shtëpia ime. Dhe shtëpinë do ta mbajmë pastër. Është Tirana jonë, është qyteti jonë, qytetin do ta mbajmë pastër. Shqipërinë do ta mbajmë pastër. Dhe do ta pastrojmë. Me Sali Berishën. Dhe që ta mbash pastër shtëpinë, qytetin, vendin, po mendoja çfarë do të thoja dhe nuk dua të bëjmë përsëritës, po do mloni vetëm të them
një dëshmi personale me doktor Berishën në 6 dhjetorin e para 2 vitesh. Doktor, besoj mbani mend, ju nuk harroni asgjë. Në 1:30 të natës, doktori më çon një mesazh. Akil, a e çove materialin ndërkombëtarëve? Në 1:30 të natës tati 6 dhjetori që u tentua të goditej pluralizmi ashtu siç godit Donald Trump. Sepse ashtu si në Amerikë armiku i brendshëm është më i keqi dhe këtu në Shqipëri shpeshherë ne vuajmë nga armiku që jemi vetvetja. Dhe nuk dua zgjatem, por nëse ka diçka që na mëson ky rithemelim, kjo foltore, ky rrugtim, është që duhet kemi kurajon për të fituar. Tek pu ishte Sali Berisha kur filloi foltorja. Tek pu ishte Belindi kur filloi 5D-n, mbas 14 majit. Tek kemi qenë dhe ne, Beta, Linda, gjithë miri kur filluam këtë rrugtim. Tek individualisht. Por patëm kurajon për të besuar. Kurajon për të menduar që mund të jemi njësha, prijës të ndryshimit. Dhe të kesh kurajon për të fituar, do të thotë që duhet kesh kurajon për të qenë në ballin, ballë për ballë me frikat tona më të mëdha, që mund të jetë policia. Këto zonja kanë bërë burg para disa javësh, disa muaj, disa vitesh. Slejdi, kryetari i forumit, ka qenë gjimnazist kur e ka filluar këtë rrugtim dhe ai është arrestuar si Albano e shumë të tjerë. Nuk kemi patur frikë për të përballur. Dhe pse? Dhe pse? Kjo është një ide që ka numrin më të lartë pedagogëve në Republikë, numrin më të lartë sipërmarrësve në Republikë, numrin më të lartë të firmëvëtarëve themelues të Partisë Demokratike në Republikë. Që do thotë, vetë dega është një degë prijëse. Dhe nëse duam ta çirojmë Tiranën ashtu siç Belindi e çiroi Bashkinë nga Rjoveliaj, ne duhet kemi ambicien për të fituar, ambicien për ta ndryshuar Shqipërinë, ambicien për ta realizuar këtë projekt ndryshimi për një Shqipëri madhështore. Duhet kemi kurajon për të thënë që po, madhështia jon është e ky rrugtim që e filloi një njeri, Sali Berisha, kundra perandorisë. Jo se ishim anti-amerikanë si sa cilësuan, por se besuam, kishim kurajon. E vërtetën e kam këtu brenda. Dhe unë kam kurajon të them që e vërteta është me ne. Një njeri, e vërteta në krah. Ndaj dhe sot, dega 5, një degë prise në Tiranë, duhet ketë kurajon për të qenë standard vendosëse në Tiranë për ta fituar gjithë Shqipërinë. Dhe nga kjo sallë, sot ne duhet vendosim këtë standard. Ndaj nuk dua zgjatem më tej, por thjesht ta çojmë deri në fund të rrugtim vetëm me një fitore me 11 maj. Fitore. Mi mbrëma i dashur doktor Berisha, të dashur demokrat që keni ardhur sot këtu, a shihni njëri tjetrin. Kjo është fryma e ndryshimit. Ndryshimi ndihet në ajër. Sot në Shqipëri ka shpresë, sot në Tiranë ka shpresë, në këtë sallë ka shpresë. Ka shpresë sepse ka sot përpara një alternativë serioze. Sot kemi dalë përpara shqiptarëve jo vetëm si një opozitë që rezistojnë në momente të vështira. Kemi dalë si një ekip, kemi dalë me njerëz të aftë, të përgatitur, me integritet. Kemi dalë me një plan që i flet të gjithëve, një për një, gjithë secilit. Me një plan për të rritur rrogat dhe pensionet, me një plan për të ulur taksat, për të ulur çmimin e energjisë, për të ulur çmimin e karburantit, të ujit, duke ndihmuar ekonominë familjare, ne ndihmojmë ekonominë kombëtare. Duke ndihmuar biznesin, sipërmarrjen, ne kemi ndihmuar ekonominë kombëtare dhe kështu ndizet një dritë shprese për të gjithë. Të dashur miq, Edi Rama këto 12 vite me një projekt shkatrimtar u përpoq që shtëpitë tona t'i kthejnë në një muze refugjatësh, që prindrit të vanin në shtëpi portretet e fëmijëve tyre emigrant. Por ne do ta rrëzojmë dhe do ta ndalojmë këtë projekt. Ne nuk do të lejojmë
që shtëpitë tona të jenë vatër emigrantësh. Ne, nënat shqiptare, do të bëjmë bashkë dhe me 11 maj do të derdhim tsunami në revoltës tonë dhe do të japim përgjigjen e merituar Edi Ramës. Kjo është shtëpia jonë, fëmijët tanë meritojnë të qëndrojnë këtu dhe ne do të shpërblejmë punën e ndershme, ne do të shpërblejmë dijen, talentin dhe do t'i mbajmë fëmijët tonë këtu në shtëpinë tonë. Këto ditë kam lëvizur në të gjithë rrugët e Tiranës, po veçanërisht në 105. Kam qenë në zemër të bllokut, në Selit, tek pallati me shigjeta, tek komuna e Parisit. Dhe çfarë kam parë? Kam parë një reagim të jashtëzakonshëm, jo vetëm tonin demokratëve, kam parë dhe reagimin e shumë të majtëve. Të gjithë duan largimin e Edi Ramës, a di që më kanë thënë shumë të majtë që i kam takuar, nuk e votojnë më Edi Ramën. Dhe jo vetëm kaq, do t'ju votojmë ju, do të votojmë programin tuaj, sepse ne të dashur miq jemi ndryshimi, dhe ndryshimin do t'a sillim në 11 maj, duke votuar njëshin, Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Fitore! Të dashur miq, besoj se diferencën mes ofertës Partisë Demokratike me palën përballë e bëni mjaft qartë. 3 folës ekselent publik, 3 personalitete të shkëlqyera përballë për momentin e Rion Braçës, i cili vjen këtu mbasi shpenzoi vitet e tij të mandatit si zëvendës kryeministër, person kryesor në 30 vite në Partinë Socialiste, duke folur për mbjelljen e karrotave në Lushnjë, e kanë sjell këtu tani ku mbillen kulla në njësi numër 5, se Edi Rama kulla mbjell. Mos harroni se kë i pati sjell Edi Rama njësisë numër 5 Pandeli Majkon. 12 vite me dhëmballën e prishur, që do t'ja heqim dhëmballën, do t'ja heqim Majkon se nuk fliste. Mbasi mori votat këtu e çoi në Kukës, në Dibër, në Kavaj, se vetëm këtu nuk e sillte dot, se nuk fliste dot. Se tani u kujtuan ta për të folur për Tiranën që është e pajetueshme, për ujin e ndotur, a thua se nuk kanë qenë këtu deri tani dhe kanë votuar dhe kanë kërkuar votë për këtë. Por për t'i bërë një radiografi të qartë, të detajuar, narkoshtetit parë të Europës drejtuar nga Edi Rama, sigurisht duhet një doktor shumë i mirë, dhe ky doktor është profesor doktor Sali Berisha. Të dashur, të pranishëm në të sallë, për shëndetjet më të përzemërta, mirënjohje më të pakufishme ndaj jush, ndaj demokratëve dhe demokratëve, qytetarëve dhe qytetarëve të Tiranës, për këtë përkushtim të jashtëzakonshëm që dëshmoni në këto momente historike për fatet e Shqipërisë, për fatet e kombit, për ekzistencën e këtij kombi si një komb me të ardhme. Mbar kombi shqiptar i ka sytë tek ju, i ka sytë tek Tirana, e cila është zemra dhe truri i kombit. Në këtë kuadër, kur nofta një mision kaq të rëndësishëm nuk ka patur secili prej nesh. Unë kam shumë nder dhe kënaqësi të paraqes sot para jush 3 përfaqësues të shkëlqyer, dijitoz, tuajt
dhe të qytetarëve të Tiranës, dy zonjat nderuara dhe një zotëri, zonjën Erisa Bajaziti, e rritur jashtë Shqipërie, e shkolluar dhe mirë vendosur në botën akademike të vendit ku jeton, por thirrjes së vendit të vet, thirrjes së kombit të vet, ju përgjigj la çdo gjë dhe erdhi me vullnetin më të mirë për të përfaqësuar ju në Parlamentin Shqiptar, zonjën Ilda Zhulari, njëna vajzat, nënat, motrat, bashortet, shqiptare, që u shkollua jashtë, por zgjodhi që të gjithë energjinë, të gjithë projektin e saj, ja kushtoi Shqipërisë të kthehet dhe të ndërtoj këtu jetën, të ndërtoj ëndrrën e vet dhe të luftoj për realizimin e saj. Ilda Zhulali ju ka përfaqësuar një zërin e të vet. Akil Kraj, i përfaqësues dinjitos i brezit të tij, i cili pas shkollimesh në shkollat më të mira, ofertash nga më të shumtat, zgjodhi Shqipërinë, zgjodhi Partinë Demokratike. Dhe të tre këta, do të themi të vërtetën, në momentet më të para të agresionit ndaj Partisë Demokratike, qëndruan të vendosur, qëndruan në këmbë në një betejë që tashmë i bën nder çdo shqiptari, çdo demokrati. Të dashur miq, ne jemi, më falni, i dashur Belind, udhëheqësi politik i Tiranës, i dashur kryetari Degës, do të shpreh nderimin më të madh, vlerësimin më të lartë dhe mirënjohjen për udhëheqjen që ju po i bëni kësaj fushate elektorale në Tiranë si udhëheqës politik dhe keni arritur me vendosmërinë tuaj të krijoni një dallim të madh midis kësaj fushate shprese, fushate besimi, fushate që ecën drejt fitores, krahasuar me fushatën tjetër, të cilit ja thanë sheshin edhe socialistët nuk i dolën. Të dashur miq, Partia Demokratike vjen në këtë fushat, vjen në këtë betejë, realisht e provuar më fuqishme se kurrë në ekzistencën e saj. Asaj ju imponuan në mënyrën më të padrejtë
më absurde. Nga ata të cilët janë armiq të egër të vlerave, nga ata të cilët janë armiq më të egër tanë, të qenjes tonë, të qenjes të kombit tonë, të dignitetit tonë, ata të cilët kanë frymëzim ekstremizmi të majtë, ata të cilët për karrigën dhe pushtetin e tyre janë gati të bëjnë gjithë shka, të mbulojnë Shqipërinë me drogë, me helme, me çdo gjë. Ata të cilët për karrigën e tyre burgosin opozitën, përpiqen të shkallmojnë pluralizmin. Ata të cilët zhdukin në mënyrën më të paimagjinueshme në afera korruptive qindra milion euro taksa tuaja. Ata të cilët nuk ngurojnë të shumësojnë me zero 760.000 shqiptarë, ti denojnë me varfëri të skajshme. Vetëm se duan të vjedhin në mënyrën më të papërmbajtur. Këta armiq, vitën pushtetet e Edi Rama largojnë nga Shqipëria të ri shqiptar dhe qytetar shqiptar nga 2014 në 2023 sa asnjë pushtim që nga pushtimi otoman gjerësot, sa asnjë smundje, sa asnjë fatkeqësi. 1.099.000 shqiptarë vetëm në hapësirën e Schengenit, mbi 600.000 të ri. Miq, e rrokullisi kombin ky. Ram sot në treguesit demografik të vitit 1960. A mund të imagjinoni ju? Humbëm materjen kombëtare të krijuar në 85 vite. A mundej asnjë kombë nuk kapsuan nga asnjë luftë civile apo botërore apo rajonale këtë që pësuam ne nga ky regjim. Po pse mor? Në 2013 Shqipëria nuk ishte parajs dhe nuk ishte një vend i mkamur plotësisht. Po ishte një vend me shpresë dhe numri shqiptarëve po rritej nga viti në vit. Po rritej nga viti në vit. Shqipëria nuk ishte një vend i mkamur, të themi, por ama Shqipëria doli nga hornet e historisë raport me varfërinë. Kishte ardhur në 10 edhe shekuj dhe vite si vendi më i varfër, si vendi në grupin e vendeve më të varfra të planetit, dhe arritin 2008 të dalë si vend në grupin e vendeve më të ardhura të mesme të larta, dhe arritëm të kemi rrogat më të larta dhe pensionet më të larta në rajon. Kjo ishte krenari kombëtare, ja u them unë ju, sepse nuk kishte pse të ishim ne njerëzit më të keq paguar në një kohë kur ne në këtë tokë, në këtë vend, kemi pasurit më të mëdha, më të pachmuara se çdo vend tjetër. Pra,
një mekanizëm u vendos në këtë vend. U vendos një mekanizëm i cili bënte të mundur rritjen e përvitshme të rrogave të pensioneve. Bënte të mundur ndarjen nga ajo trashëgimi e rëndë e prapambetjes me rrugë që vinin nga mesjeta, shumë prej tyre, u ndryshui infrastruktura. Turizmi që flasim sot, nga 300.000 që ishin vitin 2004, arritën në 4.700.000 në vitin 2013. Pra, e lam pushtetin në një Shqipëri me shpresë, në një Shqipëri që shqiptarët i besonin, në një Shqipëri që 2 vitet e fundit u rikthyen 180.000 shqiptarë nga Shqipëria. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi, miqtë e mi? Pse shqiptarët zgjodhen të braktisin këtë vend të bekuar? E para, ata u përjashtuan. U përjashtuan nga parat që krijonin me taksa dhe tatimet. Parat që ky dyfishoi taksat, dyfishoi tatimet, në vend se t'ja u kthente dy fish ju, t'ja u kthente pensionistëve, t'i kthente në rroga, jo, i ngriu rrogat, i ngriu pensionet, po jo rrogat e larta. Rrogat e larta i rritin në mënyrë të pamëshirë. Po pse them unë në mënyrë të pamëshirë? Po, kudo në botën qytetërore, ka një në sektorin publik, shtetëror, ka një raport midis rrogës më të lartë, që është rroga e presidentit si rregull, dhe rrogave të mesme apo të ulta. Dhe ky raport në rrogën e mesme shkon 4-5 herë. Në Shqipërinë e Edi Ramës, ky raport u bë 10-12 herë. Sepse çfarë ndodhi? Qytetarët para në sytë e këtyre pushtetarëve filluan të zvoglohen, të duken gjithnjë si qenje të paransishme, kurse vetë të grumbullohen rreth njëri tjetrit, të pasurohen, të grabisin, të plaçkisin pasuritë tuaja. Dhe për fëmijët tuaj mos mjaftoj sofra dhe detyrohen nënat, baballarët t'u thonë fëmijëve, nisu rrugëve të botës, pa çfatin tanë, nuk del kjo, nuk arrim këtu. Çfarë ndodhi? Dhe në këtë mënyrë shqiptarët u larguan, kurse këta çdo muaj, çdo vite më shumë, duke vjedhur parat tuaja, parat që nuk ja u kthenin ju, dhe që i mirën nga ju për taksa. Nuk gjen një vend, nuk di, s'kam lexuar kur, që kryeqyteti të prokuroj djegësin për mbetjet, të disbursohen nga buxheti i shtetit 130 milion euro, dhe të mos ekzistoj një tull aty, miq. Ja u them këtu. Kjo është kaos, kjo është shkak për çdo përmbysje. Nuk ka më të paftyr, nuk ka më amor. Nuk te kalon çdo lloj imagjinate që ju të paguani ndërtimin e djegësit 130 milion dhe pas 6 vitës mos ketë një tull aty. Dhe njeriu që ju e përcollën atje ku ka vendin, Erion Velin, mos guxojnë ta thrasin një herë të vetme pikërisht për 130 milion të zhdukura, po a disa janë 130 milion, janë 812.000 pensione. Po t'i shkthesh e pensione. Dhe nuk e thirrë një herë. Dhe ajo që është bërë famoze për ndryshimin e emrit nga Belinda në Lubi, ajo
ajo që kishte detyrë shtetërore, që në ministrinë e saj ishte një njësi e mbikëqyrjes së punimeve të djegësit, e përbërë nga 3 veta, e cila kishte detyrë çdo muaj të bënte raport për ecurinë e punimeve. Ajo e dinte që aty s'po hidhej një tull. Ajo nuk bënte qoftë një raport të vetëm, sepse e dinte që ato para po i villte Edi Rama, dhe kryesisht Edi Rama. E kemi akuzuar Ion Velin dhe ju them unë ju me bindjen më absolute që ajo është bashkëhajdut në atë vepër, por kur kryesor s'mund t'ishte, se në qoftë se kryeministri do t'ishte duar jashtë, ose ip të dorëheqjen, ose atë e çonte vetëm për atë vepër, atje ku e meritonte, dhe jo të mos guxojnë ta thrasin për te. Pra, është njëri aspekt. Këta vodhën shqiptarët, dhe ky korrupsion paksoj kafshatën, ky korrupsion varfroj sofrën, ky korrupsion shkatroj vend të punës, ky korrupsion u tha shqiptarëve s'keni vend në Shqipëri. Po Beketi, ju kujtohet ju Beketi. Beketi një investitor që ndërtoi përveç një televizion. Qa ishte, a i si ishte as televizion kombëtar, miqtë e mi. A ishte një televizion që prodhonte disa emisione, kritikonte qeverinë, kritikonte opozitën, ishte i pavarur, sepse a ishte një italian që donte të tregonte se po bën një medje të pavarur. Nuk ishte Bolinaj. Jo, a ishte e kundërt e Bolinos. Se nuk pranonte të bëjë sklav i Edi Ramës. Ky e merr dhe përzën si gangsterate. A ju kujtohet ju? Sharjet dhe bëdet fortin ky. Se në Shqipëri jam unë këtu. E përzuri sa të shnodhi me atë përzënje, bashkë me Ion Velin, 110 milion euro paguani ju të gjithë qytetarët të Tiranës. Sot Beketit, pavioni ti, 21 milion euro. 21 milion euro udhëtime në një kohë kur tani më therë në zemër kur shoh fshatar me përmend. Po, s'kan rrugë tjetër për të punuar cop tokë, përveç të kthehet tek përmenda, të cilën e ka përdorur njeriu edhe 5000 vite para, që kur ka dalë, që kur ka shkri hekurin. Dhe kjo po ndodh. Por të duke njerëzit të vegjël, të paransishëm, atër i lejon vetës ti të hapi shishën 33.000 euro, Romane Konti. Unë ju them ju, as kam lexuar, as nuk kam pa kur. Në asnjë pritje, as kërkum, të hapën shishe të tilla, si që hap ky në Këshillin e Ministrave. Ta supozojmë se nuk i ka ble. Nuk pranohet kur një dhuratë aq. Ai që të sjell një dhuratë të tillë, ati i thuhet të fanoroj me shumë mirënjohje, po unë kodi im nuk e lejon që ta marr atë. Edhe ja lën dorë atij dhuratën. Ta zam se ja kanë bërë dhuratë, që s'është absolutisht. Blen ikin të rit. Shqipëria rrudhet. Blen kopshtin e Edenit sepse ky zgarravitës duhet të çplodh sytë duhet të çplodh sytë me kopshtin e Edenit. 5 milion euro. Kush është ai që blen kopsht në zyrat e shtetit një gjë të tillë? Kur dhe asnjëri. Miq, këta janë miq tegër të qenies shqiptare.
Ne kemi patur fat të kemi diktatorin më të egër të Europës pas luftës dytë botërore. Dhe Europa e quajti atë Hitleri shqiptari pas luftës. Por, të themi të vërtetën, ja ku e ka një shtëpi aty 3-4 katëshe, nuk e regjistrojnë emër. Jo. Nuk e regjistrojnë emër të tij. Ndërtoi një vilë me një obor një 2000 metra, kurse pasardhët si ti ndërton saraje me gjatësi themelesh 57 metra, me kopsht park 8300 metra, në një kohë kur kishte deklaruar një lloj si unë, si tjetri, në zyrën e deklarimit të pasurive, 3.800 euro dhe 400.000 lek. Ka që ishin deklaratat, ka që ishin. Kur ai na u bë me saraje, me kopsht, me të gjitha, dhe njërë thot, e shoqja thot, e bëri me kurbanin, herën tjetër thot, i morën emigracion, e tjerë, i u vodhi shqiptarve. Pra, këta e në armiq të egrë tantë. Ajo që Donald Trump u tha Amerikanëve, unë kërkoj çdo shqiptari ta mendoj. Ajo tha Amerikanëve se më rrezikshëm se Kina, se Rusia, shtete që kanë rreth 8-9.000 preda nukleare, bomba nukleare, është armiku i një brendshëm. Po cili pushtim e zbrazi Shqipërinë sa ky pushtim? A e dini ju që ne kaluam 5 shekuj pushtim Osman, po erdhe një nga kombet më të mëdha në rajon, një nga 3 kombet më të mëdha në rajon. Kjo është e vërteta. Unë nuk do të lavdëroj kur pushtimin. Pushtimet janë pushtimet që duhet laftuar. Po këte që na bëri ky këtë 10 vjeçar, s'na ka bërë asnjë pushtim në histori. Edhe çat mos i themi këtij armiku më i keq që kemi patur. Tani, është i vetëm, a jo nuk është i vetëm. Jo nuk është i vetëm. Merrni pak, shifni ekipin e tij. Urdhoni ja ku e keni ekipin po. Ja ku e keni. Shifni pak. Ja ku e keni ekipin po. Shifni këta njerëz, këtë ekip. Shifni ekipin, kush e drejton Tiranën? E drejton një person që 100 herë nuk mund t'i gjesh emër tjetër përveç korba e korrupsionit. Po pse e them këtë? Pse e them këtë? Sepse ministre shtetësie ajo vodhi dhe shpërdoroi me klanin e saj dhe me Edi Ramën 100 milion euro të përcaktuara për të ble maska, për të ble respirator, aparate, për të ble ilaçe. Dhe në vend të këtyre, bashkë me Edi Ramën, shndroi Tiranën në një mega spital. Vendosi praktikën e shtrimit në spitale më të kufizuar në Europë dhe në botë. Kosova, me një popullat 40% më të vogël se ne, kishte 1200 shtretër, Shqipëria 500 real dhe 700 me gënjeshtra. Pse vdiqe 20.000 shqiptarë nga Covidi? Ja u them unë ju ajo që s'mundjek e rand, pa ta vdiqen sepse nuk u mjekuan. Dhe
nuk është se s'pati praktika. Vendi nër me vdekshmit më të ulta në botë, bëri shtrimet më të mëdha në botë. Japonia bëri shtrime më të mëdha se Shtetet e Bashkuara, se Britania, se Gjermania, se Franca, dhe Japonia pati vdekshmërinë më të ulët. Pra u provue se nëse ti shtron, i mbikëqyrë, dhe shanset për t'i shpëtuar nga kthetrat asaj smundje rriteshin shumë. Kurse këta taleshin, këta fshinin vdekjen e pa imagjinueshme, ajo dilte dhe thoshte shqiptar, ja u pjestonte me 3 numrin e të vdekurve. Ajo tani drejton Tiranën. Po në ku mund ta krahasush? Më thoni, a nuk është dallimi midis Sinata me ditën, midis saj Elisa Bajazitit, Ilda Zhulalit, Atil Krajs? Nuk janë këta. Nuk janë këta. Këta janë të padej. Janë të padej. Po çfarë merita ka Plumesha Spiro Gjoka? Çfarë merita shka ajo përveç se i thot Edi Rama Skënderbeu? Urdhoni, vjen me gjërat më të thjeshta në detyrë, bëhet 5 milionëshe dhe bëjnë garë me njëra tjetrën për altamodën. Kam shetit jo pak, ja u them unë ju. Dhe nuk kam pak kur ministra luksi si në Shqipëri. Ja, nuk kam pa. Edhe mund të kenë se kanë në botë, ka ministre që kanë trashëgimira, kanë nga njerëzit, por edhe po t'i ketë nuk i çfaq në funksionin publik të vetë. Nuk bën kashqillet. E ka lënë Ronald Reagan, kur i thot Nancyt që ajo kishte perle artificiale, një koler që kushtonte $10. Mirë i thot, se ka që mbajt, thot, qytetarët tanë tani, ka që kanë ata, thot, edhe ne do të bëjmë si ata. Pra, nuk do nalem më shumë të këta njerëz, por këta janë armiq të qenjes sonë. Jo vetëm demokratëve, jemi pamarësisht, ndaj nesh ata janë sjellë si armiq, po ata janë armiq dhe të socialistëve të vërtet, socialistëve të ndershëm, të qytetarëve të ndershëm. Miq, unë isha, kam dalë, kam shetit në treg, kam takuar njerëz të gjitha bindjeve, por të gjitha ata ishin në gjendje jashtëzakonisht të dhimbshme. Nuk shesin gjë, më thoshte. Tjetri më tha, unë jam ma i riu këtu, ishte rreth 45 vjeç, unë jam ma i riu këtu, s'katri këtu. Tjetri më tha, sot xhiro që bëjmë ditën e festës, vetëm ajo i afrohet xhiros që bënim çdo ditë para ardhjes tyre në pushtet. Pra është kriju një situatë e cila prezgjidhje nga ne. Dhe u them ju që ne kemi programin absolutisht më të mirë që kemi patur ndonjëherë në historinë tonë. Na do e nisim, ku e bazojmë ne këtë program? Ne bazojmë radhë parë në detyrimin madhor moral, që t'ja u kthejnë parat e taksave ju që paguni taksat. T'ja u kthejnë qytetarëve. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot që buxheti i shtetit i tëri është produkt i taksave të qytetarëve, të biznesmenëve, do ndaj një pjesë thelbësore për qytetarët, për rroga, për pensione. Po, shumë e thjeshtë. Do hy
ju garantoj se në traktatet e pashpirtësisë do përcillet të gjitha kohrat deklarata e Edi Ramës, kur i mburur se kam përpara një buxhet 8 miliard, më të madhin që ka patur Shqipëria, por për 760.000 pensionist do t'jap 16 milion euro. Nuk mund të ketë pashpirësia, shpërfillja, por dhe poshtrimi. Një dëshmi më të shëmtuar se kjo. Dhe se në qoftë se veprojmë ndryshe, bijem në humner. Nuk do të për të prish gjuhën time me të saj meriton çdo cilësor në këtë rast. Një njeri me aftësi mizerabel. Njeri që mandë shkruante në dorës, si nëzasit kopjaca ato që do lexonte. Po, e keni pa vetë ju, po, të thosh një gjë të tillë, do thotë që ti s'ke as një nocion, as për buxhetin, as për taksat, as për njeriun, as për ditët e njerëzor. Si që nga kjo bjen humner, në qoftë se ne 760.000 qytetar i lam të flasin me vete, i lam pa ilaçe, kafshatët i numërojnë, po këtë tjetër që është në Kosovë, që thotë jo, unë do ndaj 100 milion. Të njëjtin vit buxhetor, ka gjysmën e pensionistëve të Shqipërisë dhe buxhetin e ka më pak se gjysmën e Shqipërisë. Po çfarë bën ai? Ai e kupton që parat janë tuajat, janë qytetarëve, ai vendos t'u kthej parat qytetarëve. Kurse ky thot humner. Ikni, vdisni, pa ilaçe, me ushqim, pa ushqim, nuk ka, dhe ka nxjerrë, i ndëgjoni ju. I ndëgjoni zëdhënësat e tij. Në Shqipëri nuk vdes kush për bukë. Turp, 1000 herë turp ju që thoni një fjalë të tillë. O pse për të vdekë? Pse për këtë që nga problemi? Se me qenë se nuk vdis ka njeri për bukë, do t'i vjedhim gjermpanz shqiptar. Ta e armiq. Po, këta, s'ja njerëz. Qa do thot ajo? Po pse pensionisti malazes që mirte 138.000 lek 2013 merr sot 450.000 lek? Qa i ndodhi Malizi? I shpërthyer nafta, mjerat e Floririt, asgjë, ai që ishte është. Po kryeministri Malizi, si çdo kryeministër tjetër, buxhetin çdo vit thot spari, këto do ja u kthej qytetarëve. Me këto tjerat do i përdor për shërbimet natyre. Me të tjerat do ndërtoj rrugë, shkolla e tjerë. Ka që janë ato. Kurse këta kikin shqiptarët. Se që është kjo politikë? Kjo është politika e përzënjës shqiptarëve nga Shqipëria. A e dini ju, o qytetarë të ndeshëm, të Tiranës dhe ju këtu, se në zgjedhje të mërshme shtetësia sot. Është ja çdo lloj. Para 2 ditësh, Instituti i Statistikave të Shqipërisë, Instituti Zyrtar që mashtron shumicën e statistikave, deklaronte se shpenzimet e qytetarëve shqiptar për shtetin e tyre arrin në 820 milionë euro. A e kuptoni ju? Dhe se, në keq akoma, ishte mbi 20% që nuk bërin dot të shpenzime, që rrinin në kthetrat e smundjes, që rrinin në shtet, në rënim. A dini ju që sot,
10 ditë të fundit të muajit për shkak të koncesionit. Rama Beqja dhe kësaj korps Covidit, 10 ditë të fundit në spitale nuk bëhen me analiza, sepse kompania thot u konsumuan ato që ishin kontraktuar. S'ka ndodhur kur kjo. A i dini që s'ka një PET scanner, një shtet pa PET scanner, jemi vetëm një shtet në botë pa PET scanner. Jemi vetëm një shtet në botë pa ciklotron. Importuam 3 në vitin 2013. Të 3 janë jashtë përdorimi. Janë jashtë përdorimi jo se janë të vjetër. Jo, po sepse ju duhet shkoni tek privatët, paguani tek privatët, mos ja bëjnë shteti. Pra, çfarë janë këta? Ndaj dhe nuk ndalem më shumë në këto akte të tyre, por zotohen para shqiptarëve. Dalim prapa aty ku thash, se para do t'ja u kthejmë atyre. Dhe me mbi bazën e këtij parimi çdo shqiptar do të marrë 200 euro si minimum jetik. Minimumi jetik është detyrim moral dhe ligjor. Dhe kjo shumë do t'indeksohet çdo vit. Kjo shumë do të përmirësohet çdo vit. Në këtë mënyrë ne bëhemi një shoqëri më e drejtë. Një shoqëri në të cilën nuk kemi më njerëz në mjerim, në varfëri të skajshme. Jo vetëm kaq. Çdo rrogult dhe rroga të ulta ndën 500 euro nuk do mund të ketë. Ne jemi parti konservatore. Ne jemi parti e iniciativës lirë. Por dhimbshuria njerëzore është morali ynë. Ndaj dhe asnjë sipërmarrës nuk do mund të paguaj punëtorin ndën 500 euro. Absolutisht asnjë ndërmarrje nuk do falimentojë nga kjo, sepse ne do bëjmë ulje drastike të taksave. Çdo rrogult, çdo pensionist, çdo njeri në ndihmë ekonomike apo i pa punë që nuk merr kurrë më pak se 200 euro, do kenë kartën e konsumatorit. Do i marrin ushqimet me 20% më lirë. Pa të vëshë. E kishim me shtetësinë. Ne do japim një përgjigje shumë të fortë, shumë të fuqishme. Kësaj gjendje katastrofike që është. Unë ju them ju që ne do të garantojmë çdo qytetar shqiptar së pari. Asnjë ilaç që nuk tregtohet në 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian nuk do futet në Shqipëri. Vilma Nushi dhe Tom Doshi do të dyllosen. Së dyti, lista që shteti social italian, sepse Italia është shtet social, ta themi atë që është. Lista që shteti social italian, lista e ilaçeve, që ju rimburson qytetarëve të vetë, do të jetë lista e ilaçeve që shteti shqiptar do rimbursojë ilaçeve. Nuk mund ndodhë në kur, nuk mund ndodhë ndryshe. Nuk mund ndodhë të ilaç të njerëzit në këthetrat e vdekjes dhe vdesin nga mungesa e ilaçeve dhe jo nga smundja. Kjo kohë në rëfund. Shqipëria mund ta bëjë këtë plotësisht, jo them unë ju. Edhe kur Shqipëria ta bëjë këtë, do të njihemi të gjithë shumë më mirë, shumë më shpresë, shumë më optimist dhe shumë më të motivuar.
Pra, kjo është rrogat mesatare shkojnë në 1.200 euro. Rrogat e mësuesve 1.500 euro. I bëjthiri administratës, si që bojkotoj hapje në fushatës Padrinos, të zbatoj ligjin, se për ne punoj si që zbatojnë ligjin, janë pasuri kombëtare. E kam një informacion me interes për ju që sapo e mora. Një gjykatës, besnik i ligjit, as emri nuk ja di, i kthej sot skapit partisë petimin për sarajet e Suvelit. Një moment, Zonja Kalaja dhe Partia Demokratike e çojnë, sepse aty është një grope zezë korupcioni. S'mund t'imagjinoni. E çojnë në skap. Por skapistët Mjeran e transferuan në Prokurorinë e Tiranës. Prokuroria e Tiranës heton të kryeministrin Prokuroria e Tiranës, që me ligj dhe kushtetutë është vetëm Spaku. S'mundet ta hetoj Prokuroria e Tiranës kryeministri imunitar. Por Spaku përsëri refuzoi dhe në fund doli një gjykatës, besnik i ligjit, dhe urdhëroi skapin që të hetoj çështjen. Njerëz si këta, shërbëtor të ligjit, janë shërbëtor dijitos të vendit tyre. Ndaj dhe ne do bëjmë një administratë që të zbatojnë ligjin dhe vetëm ligjin, me bindjen më të madhe, se kështu janë shërbëtor të vërtet të qytetarëve shqiptarë. Miqtë e mi, paketa e dhimbshurisë është detyrim madhor, moral, ligjor, por Made in Albania, Shqipëria prodhuese, është shtyllë kryesore e programit tonë. Ne do bëjmë gjithçka që ju, që biznesmen shqiptar, qytetar shqiptar, me iniciativën e tyre të lirë, të njohin suksesin dhe vetëm suksesin në biznesin e tyre. Bizneset e vogla. Tavani për të vëshën nga 100.000 do të kalojë 180.000. Për tatim fitimin nga 140.000 do të kalojë 180.000. Pa taksa, pas një taks. Bizneset e vogla i garantojnë se energjin do të kenë 60 kW nga 18 sot. Se si përfaqen publike 120 lek nga 1.500 që kanë sot. Se bashkia do të ketë kufirin të thana, nuk do mund të vendos kur. Taksa më shumë se 1% të xhiros tyre. Ne jemi parti e taksave të ulta. Ne do zbresim të 10% tatim fitimin. Do zbresim në 15% të vëshën. Do të nxishim prodhimin në çdo skaj, në çdo vend, në çdo qytet, në çdo fshat të Shqipërisë. Shqipëria do pastrohet. Zero tolerancë ndaj krimit. Këtu nga kjo sallë i garantoj organizatat kriminale se duart tuaja të zeza mbi votat e shqiptarëve do priten me gërshërt e ligjit. Se do shpalli
se do shpalli organizata terroriste, ashtu si qeni dhe meritoni. Në betej, qytetarët do fitojnë betej, kurse ju do keni vrimen e miut, bashkë me Edi Ramën. Ndaj dhe ne, këte fushat, ta shprojmë fushat e misionit ton të madh, e dialogut ton me çdo qytetar shqiptar, ta shprojmë fushatën e biljeve, e guximit e shpresës për të shpëtuar Shqipërinë. Rrofshiu, rrof Shqipëria. Doktor, doktor,